Malësor, unë po të pakzoj në emër të Atit, të Birit e të Shpirtit Shenjtë. Amen. Bellun ta ka kthy turku me shpatë. Kush ka pranu, ja ka hek kokën, i kanë ngull në hoj. Vllau im në klasën e 6 fillore ka nal pi shkollës se të thonë hoxha të bëhen djali shkasën. Pastaj motrën ma ka nal në klasën e 3 fillore që sot e mallkon votën e babës. Malësor, unë po të pakzoj në emër të Atit, të Birit e të Shpirtit Shenjtë. Amen. Urime, hajde një duar në urime. Me dritën e Krishtit, juve ju besohet kjo drita mbani gjithmonë të ndezur, që të shtritur prej Krishtit të jetosh si mirë drite, dhe duke qëndruar në fe bashkë të gjithë shenjtë në banesën qellore, mund t'i ndjeli para Zotit që po vjen. Rikthimi po ndodh, dhe më thërë shqiptarët e kanë kuptu që kemi qenë krishterë, edhe fatkeqësisht neve Bellun ta ka kthy turku me shpatë. Kush ka pranu, ja ka hek kokën,
i kanë ngullë në huj. Të partë e mi vinë nga fshati i Shniq, atje është përdor dhunë nga otomanet. Tash absolut s'kemi gjë kundër turqve, as kundër muslimanëve, po ka ardhur koha që ne shqiptarët t'i tregojmë Evropës e botës që kemi qenë krishterë, edhe ashtu do të kthehemi. Ndihem krenare që jam kthy në rënjët e mia, edhe vazhdoj më kthy, edhe i tërë kombi është në kam për të rikthyer në rënjët e veta. Unë jam i Lirida Galabri, për ndryshe, edhe kështu vazhdojmë. Pse ke ardhur sot këtu? Kam ardhur me shokët e mi për me shoqëru pagzorit. Po. Kam marrë iniciativën 1100 arsye janë, ose 1001 arsye, se thishën se janë 1001 net. Por në fakt gjithmonë e kom një vetën se nuk jam në atë anën tjetër, sepse gjithmonë jemi kon të shtypun, për shembull vllau im në klasën e 6 fillore ka nol pi shkollës se të thonë hoxha të bëhet djali shka, serb. Kjo ishte shumë e dhimbshme. Pastaj motrën ma ka nol në klasën e 3 fillore që sot e mallkon votën e babës, që kemi pas një babë shumë të mirë, por megjithatë rrethonat e kanë bërë që mu nal motra për i shkollë, edhe votën e babës e mallkon. Edhe atëherë jam shkolluar normal, kom punu në arsim, isha edhe pjesëmarrës i luftës fundit për lirin, kur ma vonë dulen rrethona tjera. Në fakt, muslimanizmi, islamizmi nuk ishte fe për edukat shpirtnore, por ishte fe politike. Edhe kjo në fund të mora iniciativën që unë nuk mu i më najtë më në fe, derisa më shatë kultura, më shatë gjuha, më shatë thuja se të gjitha kanë ardhur vetëm prej turkut. Tu e harru historinë tonë dhe kulturën tonë. Që kanë prit familjarët e tu? Familjarët shumë mirë e kanë prit, edhe fshati shumë mirë, edhe dajt. Jo, ata nuk janë kthy, kanë punë të veta, unë nuk e detyroj askënd, por shumë mirë, të gjithë edhe shoqëria dhe të gjithë e kanë prit mirë. Bile dajt e mi kanë ardhur apo stafat, ma kanë bë për hajër, edhe ma kanë pru ven, kanë pru rakije dhe kanë thonë urime që ke morë këtë guxim, sepse njerëzit duhet me ditë ka pak, po kanë edhe probleme, se shumë ishin kthy, shumë mirë e ka prit fshati, gjithë e kanë prit mirë. Çdo fe duhet me konë fe për edukat shpirtnore, e jo politike. Çdo gjë që ka lënë në politikë është diçka destruktive për shoqërinë, për kombin, për rrethin ku jeton njeriu. Me 23 qershor në 2023. Isha Shaban Seferaj. Me pakzimin kom kalu në Lash Loshi. Na jem në mahall Lashve. Loshi i funit ishte katolik, edhe unë kom bori kthimin prej kësaj gjeneratet e Loshi i fundit, kom morë dhe emnin Lash. Mbi emnin Loshi. Jam prej Sagerle, familjarët e kanë prit mirë, 2 djeli kam pakzum, të rikthehemi në kulturën tonë, në traditën tonë, në themelet tona.